Selam aleikum hoqë, sot në natën e Kadrit, a lejohet të bësh halv? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Nata e Kadrit është natë adhurimi, është natë përkushtimi, është natë lutjesh, duash, përgjërimi. Nuk është natë shumë llojshmëri gatimesh, apo gatimesh specifike. Profeti a.s. Çfarë thot? Kush falet gjatë natës së Kadrit, duke besuar dhe shpresuar në mëshirën e Zotit, i falen atij mëkatet që ka bërë më parë. Nëse do me arrit mirësitë e kësaj nate, pra angazhohu me këto gjëra, me besim, me ron shahadet, me thonë eshhedu an la ilaha illa Allah, wa eshhedu an Muhammeden abduhu wa rasuluhu. S'ka zot tjetër përveç Allahut, askush dhe asgjë nuk meriton të adhurohet me të drejtë përveç tij. Me i thonë këto fjalë me bindje të plotë, se ka botë tjetër, se ka xhennet, se ka xhehenem, në mënyrë që të arrish mirësitë e kësaj nate. Me u fal, me u lut. Me këto pra arrihet mirësia e natës Kadrit, arrihet shpërblimi i natës Kadrit. Dhe jo me shumë llojshmëri gatimesh apo gatimesh specifike, Zoti ju rujt.